Rinia e sotme ka më tepër liri se brezat e mëparshëm, por këtë liri dhe jetë pa kufizime e ka kuptuar për së prapthi. Kështu shprehen qytetarët e Vlorës në intervistat për televizionin 6+1 Vlora, të pyetur se çfarë mendimi kanë për brezat e rinj të cilët po rriten në qytet. Ata tregojnë se rinia e sotme është tepër larg punës, larg shkollës, ku çdo ditë mendjen e kanë të qëndrojnë në kafe. Janë të gatshëm sipas qytetarëve dhe të jetojnë pa të ardhura, pa lek në xhep, duke kërkuar lek te prindrit vetëm për të patur një jetë në qetësi dhe pa punë. Madje shumë janë kthyer në përdorues të alkoolit dhe drogës, por nuk mbetet pas as duani, teksa ngushëllimin e gjejnë te këto të fundit, ekspozuar në rrjetet sociale dhe gjithmonë janë në kërkim të lekut të thjesht, mundësisht nga krevati i reatis. Brezëri nuk punon, nuk para e do punën. Edhe një pjesë e mirë e atyre që nuk kanë emigruar, jashtë nuk e din akoma se ç'është puna. Shikojmë gjatë gjithë ditës klubet janë plot, lokalet janë plot me të rinj. Mosha 20 vjeç deri në 30-35 vjeç. Kështu që nuk e kanë atë ndjenjën e punës. Po ku i gjejnë lekët? Kafe lokale plot, dakor, po lekët? Lekët shtrydhin prindrit. Ato pak të ardhur që kanë prindrit, disa kalojnë edhe në konflikte me prindrit, siç kemi dëgjuar që pastaj po të themi më tej për ata që janë përdorues droge, prindrit e kanë më probleme me ata. Ata as e kanë fare mendjen për punë dhe mendojnë se gjithçka arrihet në rrugë të tjera, në rrugë të dyshimta, duke bërë qef, duke patur makinë, me thënë punën nuk e dëshirojnë. Ndryshon nga rinia juaj shumë apo pak? Po, ndryshon shumë. Nuk është rinia e sakrificës, siç kemi qenë neve. Ka dhe më shumë liri, besoj. Ka liri, po liria është kuptuar pak keq. Liria është ti je i lirë të zgjedhësh punën, të zgjedhësh zanatin, të punosh. Ne kemi qenë jashtë shtetit edhe punonim edhe në 2 punë, para dite mbas dite. Kurse këtu duan punë, e duan të dere shtëpisë, e duan mundësisht 8 orashe, e duan punë të lehtë, pa djerës, pa mundime. Ky është koncepti i rinisë për punën e sotme. Po çfarë mund të themi për rininë? Rinia bravo u qoftë, u erdhi koha ta gëzojnë. Kaq. Se u erdhi koha tani. U erdhi koha, ka ndryshuar. Ka evoluar koha, nuk është si më përpara. Tani ta gëzojnë. Janë më të lirë se ju. Po, patjetër. Ndërkohë më thonë se edhe më të shturur. No comment. Ai kanë shfrytzuar këtë kohë, ndoshta çik për keq, ose ndijon në mënyrën e dur. Kanë kaluar një çik ato. Çfarë nuk të pëlqen? Po që te puna, që te... Nuk punojnë. Duhet punojnë çik më mirë, për veten e tyre. Ndërkohë shohim iguan, alkool, Lokaleve. E kanë një çik ato te lokalet, duhet kenë më kujdes. Duhet ta ndryshojnë këtë gjë? Po, duhet ta ndryshojnë. Rinin e brezit sot, ka të rinj sot. Shumë ja, s'ka të keqe. Ka ndryshuar nga ajo rinia juaj e viteve të parshme? Shumë. Për çfarë ka ndryshuar? Po për të gjitha që ka sot. Një emet e brezit të ri është edhe fakti se nuk duan t'ja din për prindrit, nuk duan t'ja din për familjen. Jo vetëm nuk pyesin më për këta të fundit, por qytetarët e Vlorës tregojnë se fëmijët e tyre largohen dhe prej muajsh nuk dëgjojnë më prej tyre. Ata nuk interesohen as pak për familjen, prindrit e moshuar, nëse këta të fundit janë gjallë apo kanë vdekur. Edhe mirë. Edhe mirë. Edhe mirë, po edhe mirë fare. Pse? Se kjo rinia e sotme është më ndryshe nga ajo rinia ku kemi qenë ne. Kam shumë liri, besoj. Po ka shumë liri dhe primi. Hajsa nuk pyesin as prindrit, as një njeri. Kanë marrë çik për keq të lirin, e kanë kuptuar çik keq. E kanë kuptuar shumë keq, jo keq. Çfarë nuk të pëlqen të rinj sot?
Po i keni lëmë prindrit dhe nuk kujdesë fare për ta. Unë kam fëmijë, ka likur, kam djalin, as kujtohet gjalla po vdekur. Prandaj them që kjo rinia sot është bërë për i bret. Po edhe shojmë që pinduan, alkool. Po leri ato janë të dorës së parë. Alkooli, duani, droga janë në pranë të parë. Ishe afër apo larg punës? Punojnë të rinjë sot? Në për lokale i gjenë. Real. Se ku i gjenë parat, duke marrë vesh. Një rini e cila jetën e shikon në rrjetet sociale, duke fituar të ardhura prej tyre, të ardhura që fitojnë përmes ekspozimit, por edhe shturjes, përdorues të rregull të duanit, alkoolit, përdorimit të cilave është rritur në konsum në mas, dembelizmi ka kapur majat, ndërsa vendet e punës sërish mbeten pa punonjës, burgjet po të imbushen, jo vetëm në Shqipëri, por në çdo vend të Europës, me të rinj vlojat që janë në kërkim të lekut të shpejt dhe preferojnë të kryejnë më tepër punët e pista.